Radio Kosova, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Prishtina beson në drejtsinë e Programi i përbashkët mbi zhvillimet që të kalojnë kufit shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radios Malizi. Po takohemi në emisionin ton të përbashkët, 4 radio tona publike në emisionin Pa Kufi. Sot do të flasim për marrëveshjen e bashkëpunimit ushtarak mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, për arsyet pse është themeluar kjo marrëveshje, iniciativat e saj, qëllimin që ka, mundësitë e bashkëpunimit dhe të zgjerimit edhe të vendeve tjera të rajonit dhe me theks të veçantë për rolin e kësaj marrëveshje në sigurinë rajonale. Për të folur për këtë temë, unë në studion Radio Kosovës jam Mirvete Uka, kam ftuar Bedri Elezin, ekspert i sigurisë, është drejtor për siguri në Institutin e Kosovës për studime ndërkombëtare. Zoti Elezi, mirë se erdhi në studion Radio Kosovës dhe ju faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën, i përshëndes edhe miq të tjerë apo bashkëbisedues të tjerë në media tjera. Faleminderit. Do lidhemi me Tiranën, atje është kolegu im Jahu Margjeka dhe ka të ftuar analistin Ben Andoni. Përshëndetje Jahu, përshëndetje zoti Andoni. Përshëndetje Mirvete, për ju të ftuarin tuaj, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit që po na ndjekin sot në Pa Kufi, për kolegët në studiot e tjera dhe të ftuarit e tyre, siç thatë edhe ju, unë jam tani në studio këtu në Tiranë me analistin Ben Andoni, i cili sapo mbriti në studio. Ben, faleminderit mirë se erdhe. Përshëndetje edhe Faleminderit. Ju faleminderit Jahu, faleminderit zoti Andoni. Shkojmë në studion e Radio Shkupit, atje kolegu Mehmet Ali Jusufi ka të ftuar profesorin Bashkim Selmani. Përshëndetje Mehmet Ali, përshëndetje profesor Selmani. Përshëndetje Mirvete, përshëndesin gjithë dëgjuesit që aktualisht janë duke na ndjekur. Ashtu siç potencoj, i ftuar në Radio Shkup është profesori miku i emisionit Pa Kufi, tashmë një kohë të gjatë profesori Bashkim Selmani. Profesor, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje për ftesën dhe përshëndetje për gjithë aty ku është interesin mbar kombëtar. Sot me një temë më interesante, domethënë për marrëveshjen Kroaci, Kosovë dhe Shqipëri. Mirvete? Po, Mehmet Ali, ju falenderit shumë. Ndërkash, kolegu ynë Senat Gila në Podgorisë, në studion e Malit të Zi, ka përgatitur një kronik për këtë temë. Ai ka bashkë biseduar me një kolegon ton gazetar, Ali Salaj. Kronikën e përgatitur do ta transmetojmë diku ka gjysmë e emisionit, pasi veç do të marrim mendimet e para në pjesën e parë të emisionit nga të tre të ftuarit që janë në 3 studiot tjera. Do nisim bisedën këtu në studion e Radio Kosovës me ekspertin e sigurisë, zotin Bedri Elezi. Edhe njëherë ju falenderoj shumë për prezencën tuaj këtu sot. Kemi shumë kënaqësi që kemi juve si ekspert i kësaj çështje ta diskutojmë pak një temë kaq të rëndësishme që bëri bujë edhe në rajone, sidomos në Serbi, nga frika e ekzistimit të një marrëveshje të tillë, por ne do flasim për rëndësinë e kësaj marrëveshje. Iniciativa e saj, kur lindi, si lindi, qëllimet, arsyet, kur kemi parasysh se brenda saj janë 2 vende të NATO, Shqipëria, Kroacia, ndërsa Kfori është në Kosovë dhe të gjitha këto. Fillimisht më lejoni që të theksoj nevojën e ngritjes së aleancave mes vendeve, aleancat të cilët kanë për qëllim bashkëorganizimin, koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta, sidomos në fushën e sigurisë, veçanërisht në këtë kohë kur realisht rajoni është, mund të themi, ekspozuar për një situatë jo sigurie për shkak të zhvillimeve të fundit që janë duke u nisur nga Serbia. Kemi një situatë shumë të rëndë në aspektin e sigurisë, protestat shumëta atje. Kemi zhvillime të cilat në çdo moment mund të konsiderohet një situatë e pritshme të eskalimit. Situatën e rëndë pashtu në Bosnjë, e sidomos pas fletërrështimit ndërkombëtar që është bërë për presidentin Dodik dhe të tjerët. Gjithashtu një situatë jo e mirë në Shkup, nga se kemi pashtu protesta, kemi shqetësime rreth çështjeve që kanë të bëjnë me etnitë atje. Dyshohet që qeveria aktuale nuk po zbaton mjaftueshëm, madje ka kritikat të jashtëzakonshme, s'po zbaton marrëveshjet dhe standardet që janë aplikuar deri më tani sa i përket pakicave tjera, dhe njëkohësisht ndikimin e autoriteteve, mund të themi apo regjimit të Putinit që ka në Malnezi. Ju kujtohet përpjekja që ishte për të destabilizuar Malnezi. Krejt këto kampione mund të themi janë mjaftueshëm për të analizuar
aktualizuar një nevojë të jashtëzakonshme që ka një aleancë e tillë. Sa i përket se si u ideu, mund të them se pas informacionet që kam, është një ide e inteligjencës amerikane e cila ka parë të nevojshme që të inkurajoj Do të thotë është një projekt amerikan? Është një projekt amerikan i cili ka gjetur fillimisht inkurajimin tek vendet partneret që i ka sidomos Kroacia dhe Shqipëria që janë dy shtete anëtare të NATO-s, po që kanë një marrëdhënie natyrale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e duke marrë parasysh krejt këto që po zhvillohen. Unë mund të them që kjo ide ka lëvizur pas të vizitës së shefit të CIA-s që kishte në Kosovë, ju kujtohet, i cili përmendi dy burimet të jo sigurisë, Kosovën dhe Bosnjën, si për shkak të Republikës Srpska dhe veriut të Mitrovicës për shkak problemeve madje edhe sulmeve që kishim, siç është qoftë ai sulmi terrorist i Banskës apo edhe sulmi tjetër që ishin mjaft në Iberlepens. Duke i marrë parasysh këto, ishte një ide që rrjodhe fillimisht tash nga personalitetet të ndryshëm të fushës së inteligjencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe që arriti që të ketë një përqafim edhe nga dy shtetet anëtare të NATO dhe një shtet i cili realisht sigurinë e saj garanton NATO dhe që përgatiten kapacitetet e saj ushtarake bazuar pikërisht në praktikat dhe metodat apo edhe programat e NATO-s. A dihen, kuptohet që këto çështjet ushtarake janë sekrete, bartën me vetë ato sekretet e veta. Megjithatë, a dihet pak a shumë se çfarë do të janë këto forma të bashkëpunimit? Po, shumë varësisht nga kapacitetet ushtarake që ka cili prej vendeve. Fillimisht në kuadër të kësaj marrëveshje është parapar bashkëpunimi sidomos në aspektin e burimeve njerëzore. Duke parë nevojën që ka Kosova, po ashtu edhe Shqipëria për trajnime profesionale, për ngritjen e kapaciteteve profesionale në burime njerëzore sidomos, nga një vend siç është Kroacia, posaçërisht në fushën e aviacionit. Ne dimë që në këtë kohë kur është treguar një performancë jashtëzakonshme e përdorimit të dronëve, një sukses që e kanë treguar sidomos luftën e Ukrainës, Kroacia ka një kapacitet, mund të them, edhe një performancë të jashtëzakonshme në çështjet e dronëve, e që Kosova dhe Shqipëria, sidomos pas aktiviteteve të fundit me furnizime që kanë bërë apo blerjet e dronëve që kanë bërë, kanë shumë nevojë që të kenë trajnime të përbashkëta. Pastaj çështja numër 2 që është shumë e rëndësishme, derisa Bashkimi Evropian ka ndarë një fond diku prej 800 miliardë, 1 trilion euro për investime në armatime dhe municione, është po e nevojshme që këta tri shtete të kenë një aleancë për prodhimin e municioneve dhe armatimeve duke pas komponente të ndryshme nga një shtet në një shtetin tjetër. Për shembull, Kosova besohet që mund të jetë një vend i mirë për prodhimin e municioneve. Kjo dhe me idenë për formimin, për ngritjen e fabrikës për krijim të municionit? Po, sigurisht që po. Qeveritë respektive kanë pas informacionet në kohë për zhvillimet para kuptohet të zyrtarizimit të aleance dhe sigurisht lidhet, ju e keni parë së fundmi është bërë publike në Kosovë një kompani amerikane që do të ndërtoj një fabrik për prodhimin e municioneve dhe sigurisht që këto saktësisht janë angazhime të cilat kanë qenë të koordinuara deri në mund të themi zbardhën apo në nënshkrimin e një marrëveshje, një deklaratë në fakt për një marrëveshje që do të vinë fushën e ushtrisë. Kjo marrëveshje gjithashtu garanton jo vetëm tri vendet që janë tani më nënshkruese apo pjesë aleancës, garanton edhe sigurinë e vendeve tjera. Ne besojmë dhe shpresojmë në bazë të informacionit që kemi së shpejti do të kemi një angazhim të drejt për drejt të Bullgarisë, e cila do të përfshijë këto, po ashtu ka informacione të mira se edhe Malizi në një kohë jo të largët mund të jetë pjesë e kësaj aleance dhe se besohet që Malizi ka kërkuar një afat për të parë fillimisht reagimet e sidomos nga Serbia, e posaçërisht kur në Malizi kemi një qeveri jo pak ndikume nga Serbia dhe Rusia, prandaj i do të një kohë, por që me kalimin e kohës, duke parë performancën që do ta ketë kjo aleancë, besojmë që do të kemi një lloj strukture ballkanike, një aleancë ballkanike e kundrejt sidomos këtyre farë diskutimeve tashpra që kanë ndodhur në lidhje me angazhimet që do të ketë mund të themi të ndryshe nga ajo që kishte deri më tani NATO. Angazhimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndryshe janë nga ajo që kanë pasur deri më tani. Lejoni vetëm edhe këtë ta them që t'jap hapësirën të tjerëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e vërtetë që po planifikojnë një riorganizim të forcave të saj në Evropë. Për shembull, disa baza amerikane në Gjermani po zhvendosen në vendet e tjera, si për shembull në Poloni vetë janë ngrit dy baza të jashtëzakonisht të fuqishme, një bazë për shembull baza në Nürnberg besohet që do të zhvendoset në Kosovë, një bazë amerikane në Itali po zhvendoset në Shqipëri, e cila
vetëm është pjesë e bazës së NATO-s së Do të aviacionit. thotë ato fjalët se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërheqin ushtrinë nga Evropa janë vetëm spekulime të pavërteta? Nëse themi se do të largohen nga Evropa, do të shkojnë në vende tjera siç është Ballkani apo në vende tjera baltike siç është Polonia apo edhe Rumania. Unë isha së fundmi në Rumani dhe po është aktivitete interesante në ndërtimin e një baze tjetër që do të bëhet në Rumani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë riorganizuar, po dislokojnë forcat e saj nga një burim më pak jo i rrezikshëm në një burim mjaft rrezikshëm, për shembull që burimi i sigurisë akoma po konsiderohet Rusia dhe përpjekjet apo kërcënimet e saj që janë të vazhdueshme kujtoj që kjo vendosje apo ky riorganizim i ushtrisë amerikane dhe partnerëve të saj ka drejt për drejt bëjmë me faktin që vërtet ne do të kemi shpejt një angazhim ndryshe të SBA-ve dhe një garanci që Rusia nuk do të shtrihet. Ajo që do të them për fund është se në bazë të informacionit që neve kemi, SBA-t janë jashtëzakonisht të angazhuara që të shkëpusin ndikimin e Rusisë në rajon e posaçërisht në largimin e një baze sekrete ruse e cila besohet që është në nishë. Zotë Elezit, faleminderit shumë për këtë pjesë. Do të kalojmë tani fjalën në Tiranë dhe më pas edhe në Shkup për t'ju dhënë hapësirë dhe të ftuarve tjerë. Jaho? Po, është në bisedën këtu në Tiranë me Ben Andonin, me argumentin që u diskutua në Radio Kosova, me vijimin e këtij argumenti. Zotë Andoni, në kuadrin geopolitik të sigurisë në rajon Evropë dhe më gjerë, në çfarë konteksti do ta vendosnit këtë marrëveshje tripale ushtarake? Shqipëri, Kosovë, Kroaci, parë nga këndvështrimi i Tiranës, por edhe si është komentuar sidomos në Beograd. Qartë. E parë do të saksojmë diçka. Nuk është marrëveshje, por është takim. Dhe dokumenti është deklarat mbi takimin, që do të thotë ka një ndryshim shumë të madh në dokumenta të tilla sepse marrëveshja të krijon detyrime ndërkombëtare. Ose bilaterale ose trilaterale. S'po kupton, është krijon detyrime ndërkombëtare tek ligji ndërkombëtar. Ndërkohë që palët në dokument kanë sugjeruar, por shkruar që dokumenti i shpallur nuk krijon asnjë lloj detyrimi ligjor nga ligji ndërkombëtar ose ndërqeveritar në mes shteteve. Dhe nuk u dikon fare për detyrimet ekzistuese me shtetet e tjera. Dhe kjo fillimisht e bën nul të gjitha ato ankesën që ka bërë Serbia dhe mënyrën se si kanë parë mediat të ndryshme, pjesën e angazhimit shqiptar, kroat dhe kosovar. Takimi filloi me bë kjo rrugë. Patjetër. Kjo është pyetje më normale në këtë kohë. Po bëhet një moment që realisht e gjithë bota dhe rajoni që është pjesë e botës, po këtë pasojat e vendosjes së rendit të ri. Këshillat janë dhënë, njësit i ri që ka në fuqinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është angazhuar për ndryshime shumë të mëdha, dhe ne po shikojmë në kretë Europën, ne dini që Grenlanda tashmë është gati një hap drejt aneksimit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që Rusia endot me problemet e veta shumë të mëdha, dhe ka krijuar jashtëzakonisht shqetësime në Europë, por edhe në Azi. Në gjithë të moment, Shqipëria, Kroacia dhe Kosova, dhe është një gjithë mirë që Kosova nuk është vend i NATO-s, por mbikëqyrë me prezencë mbikëqyrës nga NATO, rrëhet nga NATO, marrin pjesë në një takim i cili në një farë mënyrë evidenton bashkëpunimin e tyre për të ardhmen. Ky takim përgatit marrëveshjet e të ardhmes në të tre vendeve tona. Dhe takimi ka qenë fillimisht për të treguar predispozitën e tre vendeve tona, si fillimin e një aleance në rajon. Shumë shpejt besoj që këtij takimit, që besoj do ketë mundësi që të ketë edhe apo të tjera të bashkohet dhe Bullgaria, dhe për në është shfatë madh bashkohet Bullgaria, sepse në historia ne dim që Bullgaria është një nga vendet i cili ka treguar gjithmonë vendet të Serbisë, dhe Jugosllavisë, dhe jo vetëm kaq, për luftën e parë botërore i detyroi serbët që të hembeshin malet dhe e dini pastaj epilogun e tyre përfunduan Durrës nga Durrësi në Salonik. Dhe shumë kohë më vonë nuk e besoj që mund të jetë shpejt këtij takimi shumë shpejt do bashkohet edhe Malizi, por nuk e besoj që të jetë kaq e afërt. E në familje bëhet një kordon i cili i shërben vendeve tona, e dyta neutralizon pak
fuqim shumë të madhe që ka Serbia në armatime. Duhen apo nuk duhen. Një dini që Serbia përshkon drejt 5% që të angazhimit tyre në prodhimin e brendshëm botën. Kroacia është më poshtë, është vendi i dytë në rajon i cili është jashtëzakonisht i fuqishëm, por është për Serbisë. Ndërkohë që angazhimi i vendit tonë, angazhimi i Kosovës që është më minor, është shumë më pak dhe nuk e barazon dot këtë angazhim shumë të madh të Serbisë në farë mënyrë. Të vendet tona përpiqen realisht për të bërë atë që vendet e Europës kanë kohë që po e bëjnë. Dhe shumë mirë që këtë angazhim po e bëjnë me konjunkturat e tyre, me konjunkturat e reja që janë sidomos mas zhbërës së Jugosllavisë, por mbi gjitha me një frum krejtëret politikës që ka në Shqipëria, Kosova dhe Kroacia me njëra tjetrën. Dhe mendoj që hapi parë ka qenë për të parë realisht që në çfarë momente jemi. Jo në kot. Në dokument, elementi i parë ka qenë evidentimi, promovimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industritë përkatëse. Por që bëhet ky hap, ti duhet të demonstrosh nëpërmjet një takimi që do të afrosh apo jo. Në takim dhe deklaratën që u bë të tre vendet tona kishin këtë vullnet. Hapi i dytë ishte ai që i shkon si pasojë kësaj, që do të thotë, nëse do të përdorosh këto kapacitetet, duhet të bësh ndër veprimin që lidhet me edukimin, trajnimet e të tjera. Pastaj është hapi i tretë ku Shqipëria ka qenë më e rrezikuar në rajon, ju e dini rrezikun që kemi pasur nga kërcënimet dhe nga problemet kibernetike. Dhe hapi i tretë ka qenë kundër përgjigja ndaj këtyre veprimeve hibride. Kosova po e provon në çdo moment me Serbinë, e provon me kanalin e Iberlipencit, në përpara me Bajskën, në çdo moment e kërcënuar me lloj gjërash nga Serbia. Dhe e fundit që ka lidhje krejt me Kosovën është që ofrimi mbështetjes tonë për integrimin euroatlantik. Ne duhet të them diçka. Ju dini që në rajonin tonë mendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës është iniciuar Karta e Adriatikut. Karta e Adriatikut është hapi i parë për të futur në NATO. Dhe përpjekja e dy vendeve tona, Kroacisë dhe Shqipërisë, është ajo që duhet të hapin rrugë Kosovës për të futur. Por prap Kosova ka diçka që e pengon, dhe që unë besoj që lidershipi i Kosovës do ta vlerësoj shumë mirë, është momenti që të bëhet demarkacioni përfundimtar me Serbinë. Ne dini që Serbia i quan si kufi të brendshëm, Kosova ka gjëra të tjera. Dhe këtu është ky kuadri i këtij takimi, i cili në mendimin tim është një gjërat më të rëndësishme që ka bërë Shqipëria në kaluar linjën në Shkup diçka. Ju përmendet atë se mund të bashkohet Bullgaria e Malizi këtij projekt takim marrëveshje. Po Maqedonia. Kjo është pyetje shumë e mirë. Unë besoj që për Maqedoni duhet të vështirë për është anëtare e NATO-s. Është anëtare e NATO-s, po ndikimi serb është shumë i madh. Dhe ndikimi politik në Maqedoninë e Veriut, dhe në Malezi që u thash, është shumë i madh. Dhe unë besoj që kjo varet nga leadershipet sa mundi hapur janë. Do të pranojnë më shumë aleancën dhe pjesën që ne të shkojmë në një marrëveshje e cila të mbërë dhe të paraprim kohëve, apo dëruan këto të themi beneficet e vogla politike, Serbia me Maqedoninë e Veriut. Ju dini që Maqedonia e Veriut që thoshte grupi zotit Mickovski që do dilte nga Ballkanopën, ato po duken jashtëzakonisht dhe shumë më mirë se paraardhësit e tyre në lidhje me Serbinë, për sa i përket Ballkanopën, ndërkohë që Shqipëria që ishte iniciatore, Shqipëria ka dalë. Kurse për Malezi jam shumë skeptik për faktin që faktori serb aty është jashtëzakonisht i fortë dhe konfuzioni politik në Malezi ka për të vazhduar. Falenderoj Berondoni për këtë pjesë të parë të diskutimit në studion e Radio Tiranës. Po me vetë po koleg. Ju falenderoj shumë zoti Antoni, falenderit Jaho. Do të kalojmë linjën te Mehmet Aliu në Shkup dhe do të dëgjojmë edhe fjalën e profesorit Bashkim Selmani. Mehmet Ali. Po, faleminderit. Mirëvete, do të vazhdojmë këtu në Radio Shkup në studio. Profesor, u tha domethënë ka mendime si thua nduarshme në Kosovë, në Shqipëri për marrëveshjen ushtarake mes Kroacisë
Shqipërisë dhe Kosovës, ngjajshëm si ajo u vlerësuan Tiranë si e karta Adriatikut, përpara se shtetet e rajonit të bëhen pjesë të NATO-s. Marrëveshje, Tirana thotë që nuk është marrëveshje, është një nënshkrim dokument, si ta quajmë, si e keni parë ju gjithë këta, sepse u fol gjatë kësaj jave, kishe vlerësime ndryshme, kryeministra, ministra, nuk pak të analistë që nuk e në dha një mendim, thoshin se kjo është një përgjigje ndaj botës sërbe. Shkoj edhe më largë, mendoheshi që edhe Serbia po thret Hungari në një koalicion, si të thuash, vis-a-vis këtij, si ke parë këto zhvillime? Po tani çdo gjë që është pozitive, unë personalisht triknësi kam në aspektin shkencor dhe në karrierën time. E para është pavarësia e Shqipërisë, e dyta është pavarësia e Kosovës, dhe treta është pavarësia ushtarake, kur aktualisht shqiptarët dalen si fuqi të cilët diktojnë në Ballkanin. Dhe kjo përkrahje që është prit brenda 20 viteve, këtë nuk e bëri politika shqiptare. Se po të kishte qenë politika shqiptare orientuar përveç që përfitimit personal kolektiv e kështu me radhë, po dhe prizmën ushtarake, atë do të ishte një pozitë jashtëzakonisht e mirë. Dhe unë besoj që kjo ndihmë është nga NATO dhe jep kryefjalën dhe fuqinë e shqiptarëve në Ballkan, dhe kjo për ne është shumë pozitive, le të jetë e dhimbshme për armiq. E para, e dyta po ashtu pjesa, zotë ta plotësoj zotin Andoni, është fakt që serbët janë të fuqishëm, po nuk janë më të fuqishëm se sa ne shqiptarët që jemi në Maqedoni. Prandaj edhe ne do kemi atë fuqinë tonë, sepse Maqedonia është e krijuar në Shqipëri, lindorët e shqiptarët do të jenë ata që do vendosin nga të shkojnë në Maqedoni, përse përket fuqisë sonë kombëtare, por fatkeqësia është se orientimi i gjithë shqiptarëve në gjitha sektorët veçantë. Unë ju informoj vetëm një situatë. Para 20 viteve ishte një marrëveshje ose një konferencë shkencore kështu dhe një mik jonë anglisht tha: sa më afër që të jetë Tirana zyrtare me Sofjen, aq më lehtë të zgjidhet çështja shqiptare në Ballkan. Sa më afër që është Tirana zyrtare me Beogradin, që 20 vite përqafime ndryshme kemi parë. Por kjo përsëri nuk besoj që buron nga vetë të shtete, por thjesht është interesi me të cilën neve paralelisht na bën të fuqishëm për arsye se vetëm forca ushtarake e kupton Serbia. Por në këtë rast Shqipëria dhe Kosova dhe Kroacia nuk e bëjnë këtë bashkëpunim për sulm, por thjesht bëhet për mbrojtje. Dhe me që mbrojtja do të jetë bashkëpunuese, realisht do të sjellë përfite për gjithë. Prandaj ne në aspektin e përgjithshëm do të ishte mirë që në të ardhmen të krijohet edhe një akademi ushtarake përbashkët, besoj që do të ketë shumë benefite. Po ashtu është edhe një paralemi mes Kosovës dhe Shqipërisë, që këto dy shtetet mendojnë më fuqishëm në aspektin e normatimit, pra se forcat dikton edhe politikën edhe ekonomikë. Por nuk ka qenë kujdesi përbashkët paralelisht. Ndoshta është momenti gjeostrategjik i tillë që kemi edhe pak shkputje të Shtetet Bashkuara dhe një investim 500 miliard euro i Gjermanisë dhe dy fishenaqë që jepet për shumë shtete participante të bashkimit të nga vitet 90 fati shqiptarëve ka qenë i madh, duke filluar për Shqipërinë, për Kosovën, në vitit 2001, po ashtu fati shumë i madh ka qenë edhe për shqiptarët e Maqedonisë, por atë që bën mundi, arritura, veprat, momente që janë ndërkombëtare, ne shumë pak i kemi shfrytzuar në aspektin e përgjithshëm dhe brenda këtyre 3 decenieve nuk kemi treguar aq rezultate sa kemi fuqi. Pse s'kemi të treguar? Për arsye se spionazhi në hapësirën shqiptare është në shërbim të armit kundër shqiptarëve dhe një spion është i barabat me 20.000 ushtarë. Ne kemi disa defekte në aspektin e sigurisë që janë shumë të larta dhe në këtë aspekt nuk e kemi ndihmuar vetveten, sepse në këto momente është aspekti juridik, është aspekti politik dhe është aspekti i sigurisë. Dhe shihni që po të ishte Shqipëria vendi jam më i fuqishëm, gjëja e parë që duhet të bënte, duhet të bëj regjistrimin e gjithë shqiptarëve në botë kudo që janë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sepse prej atij burojnë të gjitha zërat se si duhet të funksionojë dhe mbrohet një kom. Mbas regjistrimit krijohet edhe siguria. Prandaj është për mua është personalisht një gëzim shumë i madh, por përsëri frikojm se sa ne do të jemi koncis dhe bashkëpunues që në këtë lëmi
buxhetet tona duke ditur përplasje jemi të mitizuar me subjekteve. Pastaj ka një si thua pyetje esenciale. A do t'i bashkohet Bullgaria dhe pozicioni i Maqedonisë këtë rast? Unë jam shumë i sigurt se dhe Malizit, më thonë. Shumë i sigurt është pak ka rëndësishtë e tjera kur të bashkohen, por mua personalisht është shumë e rëndësishme që të bashkohet Bullgaria, se para 20 viteve kam dëgjuar këtë çështje. Sa më afër që jetë Tirana zyrtare me Sofia, aq më lehtë të zgjidhet çështja shqiptare. Sa më larg janë thotë dy fuqi, aq më vështirë të jetë çështja Bullgaria. Çështja Bullgaria ka qenë profesor çështje dilemë si thua hamletëjane, sepse Shah Stefani krijoi Bullgarinë e madhe dhe më pas luftrat e parë të dytë ballkanike bën një sfidë mes Serbisë dhe Bullgarisë pikërisht për këtë maqoni, që i thuan serbët stara Serbia, do të thonë Serbia e vjetër. Dhe tani gjithë pyetja është, gjithë vëmendja, gjithë fokusimi është pikërisht në këta zhvillime se si do të orientohet maqonia, nuk është irelevante, domethënë, dhe Bullgaria. Po, normal se është situatë me cilën sa është sa është e komplikuara që dhe është edhe politike, ne nuk mund të ndërrim tash për qëndrimin politike, po prizmi i ushtarak i bashkëpunimit, nëse do të jetë zgjeruar, pa marrë parasysh çfarë do të ndodhë, a do të zgjerohet apo do të inkuadrohet Bullgaria, apo do të inkuadrohet Slovenia. Ne pa rëndësi që është filluar nga ne. Kjo është pjesa bazike dhe jo rastësisht e tronditi Serbinë, sepse ajo është mësuar. Kjo marrëveshje shqiptare që ne përgatitur një vit, ato nuk e kanë marrë vesh. Shërbimit sekret të dështuar, shumë e bukur. Prandaj them kjo është ajo pjesa e fuqisë tonë me të cilën ne do të shpresoj që në bazë koordinatave që do të jepen të ketë bashkëpunime edhe ushtarake edhe politike edhe ekonomike, për arsye se janë shumë faktorë dhe segment të ndërlidhura me veten, që unë nuk besoj që shtetet shqiptare e kanë bërë përpjekjet e veta. Ja shihni për shembull si trajtohen serbët, sepse ne përmendim Serbinë vazhdimisht për demilitarizim ose për çështje tjera, mirë po nuk e themi gjë një faktik. Çfarë bën Serbia për një serb? Nuk e bën Shqipëria për një shqiptar kështu, ose shtetet shqiptare. Nuk e bën edhe Greqia për një grek. Çfarë bën Greqia për një grek? Çfarë bëjnë të tjerët? Prandaj them se do zoti ndoshta dhe është edhe politike urtë mund ta quajmë kështu në thonjza, por një politik pa fuqi armatosur, pa armatim gjithmonë mund të jetë dështuar. Prandaj janë dizgjide që unë i shoh si dizgjillonjat e para, është aspekti ushtarak me të cilën në të ardhmen do rikomodojë edhe pjesët e drejtave civile, politike kështu me radhë, për arsye se në Ballkan ne jemi vetëm kom që jemi të ndarë në shumë shtete, dhe asnjëherë nuk kemi bërë një padi ose një kundërsul, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin juridik, qoftë në aspektin e sigurisë. Clausewitz thotë që lufta është vazhdimi i politikës me mjet e tjera. Do vazhdojmë pjesën e dytë, profesor, faleminderit për gjithë këto informata. Mirëvet. Po, me dali. Ju falemderit shumë për bisedën, falemderit shumë zoti Selimani. Tani do transmetojmë edhe kronikën e përgatitur në studion e Malit të Zi nga kolegu ynë Senat Gila, i ka bashkë biseduar me kolegun tjetër gazetar Ali Salaj. E transmetojmë dhe e ndjekim bashkë. Të nderuar dëgjues, të nderuar kolegë dhe ju mysafir në studio, siç edhe paralajmërohet për temën e fjalë në studion e Malit të Zi, sot unë kam mysafir gazetarin e analistin Ali Salaj, të cilin e përshëndes dhe uroj mirëardhjen në studion tonë. Përshëndetje juve dhe të gjithë dëgjuesve të emisionit Pa Kufi. Zotri Salaj, siç edhe kemi biseduar para, sot pra flasim për marrëveshjen për bashkëpunimin ushtarak mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Sa mund të na thoni diçka se cili është qëllimi kryesor i kësaj marrëveshje dhe cilat janë përfitimet kryesore për secilin vend? Siç dihet, deklarata për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë të Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës i ka disa pika që i referohet promovimit të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes për të rritur gatishmërinë ushtarake. Po ashtu kjo marrëveshje flet për përmirësimin e bashkëpunimit në fushën e trajnimit të personelit ushtarak në përputhje me trajnimin dhe politikën e ushtrive në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Një nga pikat e deklaratës ka të bëjë edhe me shkëmbimin e informacionit dhe të inteligjencës, si dhe me hulumtimin e mundësisë për të përgjigjur një gamë të gjë kërcënimesh të mundshme që sot po dominojnë në opinion. Atë theksohet pa ashtu përputhja politikës dhe qëndrimeve me ato të institucioneve euroatlantike të sigurisë, si dhe detyrimi për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar me qëllim të integrimit të plotë të Kosovës në nismat rajonale të sigurisë. Në këtë kuadër mund të themi se nisma e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes
që është hapur edhe për rehat e partnerët të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, kanë për qëllim të kontribuojnë në ndërtimin e stabilitetit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë në rajonin e Evropës Juglindore dhe kjo nizm ndodh në momentin e ndjeshëm gjeopolitik dhe luftës që po vazhdon në Ukrainë, ku në rajonin tonë vrehen ndarjet në sferat e interesit dhe kërcënimet për destabilizim, siç është rasti i Bosnjës, në Malit të Zi, Kosovës dhe deri diku edhe Maqedonisë së Veriut. Si mund të ndikojë kjo marrëveshje në aftësitë mbrojtësit e Kosovës, duke pasur parasysh se ende nuk është anëtare e NATO-s? Dhe çka mendoni në ndikimet në marrëdhëniet me vendet e tjera të Ballkanit, veçanërisht me Serbinë? Kjo marrëveshje ndikon pozitivisht tek përgatitja ushtarake e Kosovës dhe nuk paraqet asnjë kërcënim për Serbinë, përkundrazi Kosovës kjo marrëveshje jep një siguri në kohën kur Serbia po armatohet me të madhe dhe po jam mban krahun Rusisë dhe Kinës duke u pozicionuar kundër demokracive perëndimore. Mendoj se kjo është një lëvizje që kontribon në stabilitet, jo në destabilizim dhe do të ndikojë negativisht në megalomaninë ushtarake të Serbisë, e cila mendon dhe konsideron veten si një fuqi ushtarake në rajon. Kosova me këtë rast ka vepruar shumë mençur dhe ka lidhur partneritet me Shqipërinë dhe Kroacinë, të cilat njëherë janë vende të anëtare të NATO-s, dhe që doktrina e tyre ushtarake i duhet edhe Kosovës në rrugën drejt integrimit në NATO. A mund të krijojë kjo një platformë për bashkëpunim me të regional, duke përfshirë edhe Malin e Zinit të ardhmen dhe cilat janë benefitet për qytetarët nga kjo marrëveshje në aspektin e sigurisë dhe stabilitetit? Natyrisht që mundet, nëse disa shtete të rajonit shfaqin një gatishmëri të sinqertë për bashkëpunim. Kjo do të ndikonte në paqen dhe stabilitetin e rajonit, i cili si pasojë e nacionalizmit serb ende sot është i brisht dhe mund të eskalojë në konflikt të hapur. Disa shtete të rajonit ende nuk janë mësuar dhe nuk dojnë të kuptojnë që Kosova sot është e pavarur dhe se po ndërton një sistem sigurimi modern që në të ardhmen do të jetë ndër më të fuqishmet në rajon. Këtë e dëshmon edhe ngjarjet e Banjskës dhe ngjarjet tjera të llojshme në veri të Mitrovicës, ku ishin të stacionuar njerëzit e BIA serbe dhe të sigurimit rus, por të cilët në mënyrë më efikase u parandaluan duke i sinjalizuar disa shteteve të rajonit se Kosova mund të ballafaqohet me çdo sfidë. Prandaj platforma një bashkëpunimi më të gjerë është i realizueshëm atëherë kur këto vende, përfshirë këtu edhe Malin e Zi, të largojnë paragjykimet për shqiptarët dhe Kosovën dhe kur të ballafaqohen seriozisht me situatën e re të krijuar në rajon. Zotëri Salaj, pasi kemi kohën e mjaft të kufizuar, këtu do të përfundojmë bisedën tonë, duke ju falendëruar edhe një herë që pranuat një pjesë e emisionit tonë pa kufi. Ju përshëndes ju dhe stafin e Prishtinë, Tiranë, Shkup dhe të gjithë dëgjuesit tuaj. Faleminderit. Kjo ishte pra kronika përgatitur nga Radio Mali të Zi. Ju falenderojmë dhe ju dëshirojmë çdo të mirë nga Podgorica për pa kufi, Senat Gilej. Falendrojmë edhe ne mysafirin në studion e Radios Mali Zi, kolegun Ali Salaj, por edhe po ashtu dhe kolegun ton Senat Gila që zhvilloi këtë bisedë me kolegun Salaj, lidhur me temën të cilën e kemi zgjedhur sot për të diskutuar bashkë katër studiot tona të katër radiove publike. Do të vazhdojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni këtu në studion e Radio Kosovës me Bedri Elezin, ekspert i sigurisë, drejtor për sigurinë në Institutin e Kosovës për Studime Ndërkombëtare. Zoti Elezi, çfarë është raporti i kësaj marrëveshje? Sigur e tha dhe Andoni, është një, si thua, një deklaratë, një dakordim për të një iniciativë që akoma diçka nuk ka konkrete, por një nismë që po e marrim shumë pozitive të gjithë. Si mund të ketë kjo një relacion me NATO, apo ndikimin e NATO-s tek një marrëveshje të tillë, eventualisht në të ardhmen mendohet jetë një aleancë ushtarake mes 3 vendeve të përmendura, por të tjerave në zgjerim në raport me NATO-n? Sigurisht që protokolli kërkon që fillimisht ketë një deklaratë apo një dakordsi për një angazhim të përbashkët, siç edhe ka ndodhur. Dhe mund të them që në nënshkrimi një marrëveshje është çështje më shumë, ta themi ashtu, vetëm formale, sepse në fakt çështjet tjera kanë të bëjnë me organizimin e aktivitetit konkrete, shtrirjes në mënyrë horizontale të gjitha veprimeve që shkojnë drejt një marrëveshje. Ajo për cilën ju saktësisht thatë është se veprimet e tilla drejt një aleance ushtarake që ndoshta në një nuk dihet që në kuadër të asaj marrëveshje apo asaj kontrate që bëjnë mund
përfshin edhe nejnë të cilat kanë të bëjnë me angazhimet përbashkëta në kuadër të zhvillimeve në luftës apo një katastrofe humanitare apo çështje që kanë të bëjnë komplet me sigurinë, por veprimet cilat ju thatë dy shteteve fillimisht anëtare të NATO-s, Shqipërisë dhe Kroacisë, të jenë sigurt që janë në harmoni me normativat që ka parapon NATO dhe por nga ajo që unë kam mundur që të shoh nga kjo deklaratë apo nga disa pika të kësaj deklarate që përgatisin një marrëveshje e cila së shpejti do të nënshkruhet, që realisht ekziston marrëveshja, që ka pajtim në këtë marrëveshje, vetëm se duhet një ditë aktivitet formal për ta nënshkruar një marrëveshje të tillë. Nuk ka asnjë veprim i cili bën kundërshtim me parimet, procedurat dhe normativat që ka NATO për angazhimet e saj, qoftë në rajon apo dhe vende të tjera. Përkundrazi, kjo aleancë mund të konsiderohet si një pjesë e NATO-s e cila e mbështet NATO-n në çështjet sidomos në të çështja prodhimit të municioneve, ngritja kapacitetit profesional dhe shkëmbimi informacioneve. Kjo është tetë rëndësishme e treta. Ka shumë nevojë që shtetet anëtare në këtë situatë, kësaj aleance, kur them shtetet anëtare kësaj aleance, në një situatë ku rreziku është i pashmangshëm për shkak një vendi apo disa vendeve që tentojnë me cënu sigurinë e gatishullit ballkanik, ndarja e informacioneve në kohë reale, domethënë mundson edhe krijimin apo formimin e planeve konkrete operative. Çfarë do të thotë me këtë? Që në rast se do të kemi në kohë reale informacione për çështje jo sigurie, bashkëpunimi i forcave në ndarjen e informacioneve, sidomos ato që janë të natyrës sekrete, na krijojnë kushte për me pas plane konkrete operative në nga të cilat plane derivojnë edhe detyrat e përgjegjësit, edhe në këtë rast të NATO-s në Kosovë. Pse jo, për shembull, NATO e cila ka bazuar në rezolutën 1244 obligim me zbatu përmes KFOR-i sigurinë Kosovës, sidomos suverenitetin e saj, atëherë pse jo do të shërbehet pikërisht nga angazhimi i kësaj aleance. Unë besoj që kjo aleancë do të ndihmojë vetë NATO-s e para dhe nuk paraqet asnjë rrezik për vende të tjera, përkundrazi forcon kapacitetet e vendeve për të organizuar një siguri. Nuk ka asnjëri prej shteteve anëtare të kësaj aleance, për çuj tani anëtare apo që janë dakordsuar për këtë aleancë, nuk ka pretendime territoriale ndaj një vendi tjetër. Përkundrazi qëllimet e tyre janë në organizimin e sigurisë, mbrojtje e sigurisë, që ka pikërisht bazë kanoset që kanë ardhur vazhdimisht, qofshin këto të fundit që janë, qofshin edhe më herët. Ju e dini që vetë struktura e NATO-s është pikërisht e formuar në bazë të asaj që organizon siguri në vendet sidomos cilat nuk kanë mjaftueshëm kapacitetet dhe të qenurit pjesë anëtare apo pjesëtare i saj, nënkupton edhe një lloj angazhimi shtesë apo një mbështetje që mund vi. Prandaj mund të them dhe me të drejtë, ndoshta edhe kohët fundit ka pas konstatime nga qoftë struktura ndërkombëtare, personalitete ndërkombëtare apo dhe lokal, se përpos Serbisë, se kjo aleancë duhet të përshëndetet nga vende të tjera dhe gjithashtu të mbështetet apo të bashkohen edhe vendet siç janë sidomos Maqedonia e Veriut, Malizi, pse jo dhe Bullgaria, cilat janë vende që kanë një marrëdhënie të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë interesant është fakti se kjo iniciativë vjen pikërisht nga shtetet me të cilat SBA ka marrëdhënie të mirë. E veçanërisht me dy vende, Kroacia dhe Shqipëria, që mund të themi kanë pjesëmarrjen më të madhe të kontrollit në detin e Adriatik, me çka dhe Malizi është anëtare e NATO-s, nuk do të lejojë në asnjë mënyrë me shfrytzu Serbia daljen në det për shkak se NATO i ka përcaktuar saktë rregullat dhe veprimet e shteteve anëtare të saj dhe rrezikut që mund të përdorë një shtet tjetër territorin e një shteti anëtar të NATO-s për kryer veprimet kundër sigurisë. Në këtë aspekt unë besoj që është gjithçka e harmonizuar, është gjithçka në ndoshta në koordinim, ndoshta jo në lejem apo që ka ndonjë që është bën ndonjë kërkesë drejtim të NATO-s për të pas një pajtim ose një refuzim. Nuk është në kundërshtim. Ndonjëherë të akordohen për veprimet, mjafton që mos ta cënojnë njëna tjetrën. I kemi dy vende anëtare të NATO-s si Shqipëria si Kroacia, të cilët realisht kanë një performancë të jashtëzakonshme në NATO. E sidomos në selinë e NATO-s, të cilat kanë një uri
sakta se çfarë do të cënoj apo do të përplas angazhimet të strukturave, qoftë aleanca apo aleancës NATO-s. Dhe një përsëris kjo iniciativa apo një ide amerikane, e cila ka gjetë mbështetjen e vendeve me të cilat SBA ka një marrëdhënie natyrale dhe do të zbatohet dhe do të rritet. Jeni sigurt që për një kohë shumë të shkurtë kemi me pa vende të cilët do të dëshirojnë të bashkangjiten kësaj aleance dhe forma e saj duke u nisur edhe nga industria, siç thash më parë, e armatimeve ushtarake, që do të ketë një impakt drejt për drejt në ekonomi. Përmes këtij aktiviteti të sigurisë do të bëjmë siguri ekonomike, sepse hyrat, përfitimet që do t'i kenë shtetet prodhuese të armatimeve dhe municioneve janë hyra drejt për drejt dhe krijojnë një mirëqenie, një angazhim në fushën e sigurisë ekonomike në vendet në fjalë. Edhe Kosova, për shembull, që pritet dy vende, dy komunat përfitojnë në drejt për drejt, Peja dhe Gjakova, janë dy zona që realisht do të kenë një impakt serioz në sigurinë ekonomike, duke përfshirë një angazhim serioz të punësuarve në atë pjesë. Pastaj janë edhe aktivitetet tjera që ndërlidhen me çështje shërbime të ndryshme që kërkon për shembull në këtë rast aleanca, qoftë në pjesë shërbimeve, qoftë ato që kanë bëjnë me jetën sociale apo në forma të ndryshme, me një fjalë, apo edhe shërbime tjera, duke filluar nga njerëzit që do të angazhohen, ka një kosto të shpenzimeve që kanë me bart, njerëzit që do të vinë jashtë, që gjithashtu janë ekonomi, janë lëvizje ekonomike, kanë impakte për shkak se janë shpenzues. Ne janë shpenzues dhe çarkullojnë, domethënë mundsojnë çarkullim të ekonomisë në Kosovë. Krejt këto janë kampione që duhet mi analizu mirëfilli, përpas asaj që thamë që ndoshta në nitarme, dhe unë besoj që në nitarme do të ketë edhe angazhime për të vendosë nejna apo rregullore në kodër saj marrëveshje që njëra nga shteti tjetër, njëri shteti tjetër ta e mbështes në rast se do të kishte edhe kanosje kërcënime drejt për drejt, siç është edhe rreziku për cënën e suverenitetit në vendin e caktuar. Edhe kjo aleancë, edhe ne përsëris përpas Serbisë, nuk i pengon askujt dhe është në të mirën e vetë sigurisë, është që përmes aleancave të sigurisë garantohen edhe aleancat sociale dhe ekonomike, sepse njerëzit banorë të vendeve në fjalë kanë nevojë me kuptu që mund të mendojnë në zhvillimin ekonomik dhe çështjet e tjera, duke pas parasysh se ka kush dhe mënyra për të organizuar sigurinë e tyre. Zotë Lezit, faleminderit shumë, nuk e dia do të kemi kohë më gjatë emisionit sepse do të kalojmë linjën tani në Tiranë. Jaho? Po, faleminderit që më vete, vazhdojmë. Bisedën këtu në Tiranë, mendoj me zotin Benandoni. Zotin Benandoni mendoj që të ndalemi pak në mënyrë më specifike për marrëdhëniet e mëtejme të Shqipërisë dhe Kosovës në aspektin e bashkëpunimit dhe sigurisë. Faleminderit, ja. Mendoj që kjo është nga pikat më interesante të deklaratës, për asaj që vjen si pasojë kësaj deklarate. Pse? Ky lloj demonstrimi thënë praktik i të gjithë këtij kapaciteti shtetëror për sigurinë e forcon shumë Kosovën për sa i përket çështjeve të njohjes ndërkombëtare dhe jo thjesht vendeve, por institucioneve të ndryshme, iniciativave të ndryshme, ku për një të vërtetës Shqipëria me gjithë problematikat shumë të ndara të brendshme që ka, për sa i përket aspektit të jashtëm ka disa arritje. Dhe e mendoj që Kosova me një lloj të themi integrimin në rritje dhe ketë më të lehtë tashmë që në arkitekturën aeronale të sigurisë të ketë një vend më të qetë, një vend më institucional dhe një vend ku mos të shikoj vetëm të themi pjesën e rrezikut, po të shikoj pjesën institucionale. Por nga ana tjetër ka një gjë interesante, sepse në qoftë se kjo marrëveshje e bën Kosovën pjesë të një aleance të rëndësishme që lidhet me sigurinë dhe e drejtë shpërndimia në Prishtinë, ka një sens shumë interesant që të tilla iniciativa, dikasteret të ndryshme në Shqipëri që tashmë kanë lidhje vërtet shumë interesante ndërkombëtare, mund të përdoren për Kosovën për ta përfshirë më shumë. Çfarë? Problemet e infrastrukturës, problemet e energjisë, që Kosova vërtet, problemet e energjisë Kosovës tashmë futen ke problemet e sigurisë kombëtare, problemet të disiplinave të tjera, që do të thotë Shqipëria nëpërmjet nismave të tilla, me vende të tjera, me aleanca të tilla, ta bëj Kosovën duke qenë Kosova partneriteteve, ta bëj pjesë të këtyre partneriteteve, sepse Kosova ka jashtëzakonisht të vështirë e para përballë fushatave shumë të ashpra të Serbisë. Ju dini për shembull, të bëj një parantezë, ka gati diçka ke 24
fund me protestën shumë të madhe të popullit, studentëve dhe tjerëve, me thjesht më njohjen që bëri së fundmi Kenia për Kosovën. Dhe përndaj për të them që kur vjen puna për iniciativa tjera të Kosovës, Shqipëria nëpërmjet gjërave të tilla mund ta bëjë pjesë Kosovën dhe Kosova vërtet mund të ndihmohet jashtëzakonisht shumë. Dhe ky dokument bëhet mund të shërbejë si model për qasje më të gjerë të Kosovës në shumë iniciativa të tjera dhe Kosova me këtë rast bëhet në një farë mënyrë një lloj motivi për Shqipërinë, bëhet të themi një pikë trajtimi stelar për politikën e jashtme, sepse Shqipëria ka nevojë të paktën të ketë një motiv. Dhe besoj që Kosova është një motiv shumë interesant, diçka që nuk thjesht e meriton për historisë së saj, por edhe të ndihmës që ka nevojë. Unë besoj që me zhvillimet e reja, problematikat për Kosovën duhen të natyrave të ndryshme. Pikërisht nisma të tilla janë shumë interesante për t'ia liruar barët. Unë besoj që kjo të kuptohet mirë nga leadershipi i Kosovës, nga zoti Kurti, po dhe nga pjesa e opozitës që ka në momentit të kenë disa vija të kuqe për sa i përket tyre. Dhe e fundit fare, mbështetja e Shqipërisë në një farë mënyrë mund të shkojë përtej këtyre gjërave simbolike që janë bërë deri tani. Për fat, për shembull, ka ikur edhe kjo pjesa që ne kërkonim me ngulm të takimet ndërqeveritare që kanë vlerën e tyre, po koha po tregon që edhe pa bërjen e tyre nuk është se ka ndryshuar në gjë e madhe. Çdo të thotë, koordinimi këtyre iniciativave e ndihmon shumë Kosovën në përfshirjet në organizatat ndërkombëtare dhe harmonizon shumë politikat ekonomike, politike ushtarake dhe sidomos të sigurisë të Kosovës dhe ajo që ndikon direkt ke njerëzit, qasje në tregut të Kosovës në një lloj infrastrukture të përbashkët, duke filluar me Shqipërinë dhe pastaj me gjithë vendet e tjera. Ju dini tashmë Shqipëria po bën lidhje me Malezinë, po bën me Maqedoninë e Veriut, po bën me Greqinë, në rrugë të bëhet shumë shpejt me Kosovën. Dhe kjo do ndihmojë jashtëzakonisht tregun e Kosovës. Prandaj kjo iniciativë ka një pikë shumë interesante sepse problemi i sigurisë, për shembull, Detyrim Kosovë shpjegoi i dha një rrafsh të madh. Problemi i sigurisë është problemi ku ti taton kapacitetet e një vendi, ndjeshmërinë e një vendi, mund të jenë frymësuese për gjithë fushat e tjera që lidhen direkt me jetën e popullit. Dhe në këtë rast ti pren hemorragjinë e jashtëzakonshme që po ndodh në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, por nga ana tjetër e sjell Kosovën dhe Shqipërinë në bërë realisht dy pjesë integrale të njëra tjetrës. Nuk është e largë dita jau kur besoj nga temat që do bëhet, pa çka gjërave që thuan tashmë dhe që ekzistojnë, ju dini që problemi shqiptar është problemi i fundit i pasjeve në Ballkan. Është pjesë e cila ne duhet ta ushqejmë, duhet ta mbajmë dhe do të vi momenti të mendojmë seriozisht për këtë tezë. Besoj këtu ishte edhe argumenti. Falenderoj shumë, falenderoj shumë edhe për këtë pjesën përmbjellëse që më pëlqeu shumë. Faleminderit. Atëherë edhe një herë ju falenderoj shumë Ben Andoni që ishe sot në pjesë e emisionit ton Pa Kufi. Do të kalojmë fjalën në Shkup për pjesën e fundit të këtij emisioni me Megali. Po, mirë vete, faleminderit, ne do të vazhdojmë, profesor, mund të vazhdohet ajo se kjo marrëveshje do ta quajmë ose mund të jetë edhe një paradigmë për të afruar shqiptarët në Ballkan të jenë si një, domethënë në Tiranë ushtrohet si anticipim, nesër mund të flitet për çështja shqiptare ende nuk është përfunduar dhe kjo, si thua, i afron shqiptarët në Ballkan, i bën një faktor unifikues. Domethënë shumë vite kanë shërbyer shqiptarët si paqedashës dhe tashmë hapa konkret hidhen me këtë marrëveshje që shqiptarët janë edhe faktor të rëndësishëm të paqes edhe më tej. Po tani është fakt se futet në aspektin historik, të them drejtën vetëm për të citoj një studiues amerikan që thotë shqiptarët që populli me urdhën më paqedashës. Po të përngjanin fëqinjëve të tjera ose po të këshin put duart në gjak, ata
sot do kishin komplet gadyshumin ballkanik. Mirë po, falë kësaj, mirësi, nuk do thotë që kjo mirësi shpesher shqiptarët i ka shkaktuar edhe në viktim dhe në viktimizim. Ne shqiptarët e mosionistë jemi të viktimizuar pikërisht në këtë aspekt duke rujtur dhe mbrojtur mosionin 20 vite me radhë u përfol që vazhdimisht duhet të aderojmë në NATO dhe shqiptarët ishin ata që duruan. Me kalimin e mosionisë në NATO ne nuk kemi asnjë benefit ose përfitim për shqiptar, për arsye se NATO nuk e njeh gjuhën shqipe, faktikisht e njeh gjuhën maqedone. Do të thonë gjithaj kontribut që jepet për siguri ose për çështje tjera, në nga ana tjetër ne mos ta sigurojmë vetveten. Këtë e them në mbështetje të 3 marrëveshjeve, siç ishte marrëveshja e Orit, po ashtu marrëveshja e Ditonit ose marrëveshjeve të tjera, dhe do të shihni që në gjitha marrëveshjet ne kemi dalë ti themi në aspektin praktik dhe real në realizimin e tyre, mund të them se pjesërisht kemi dalë humbës. Siç ishte edhe marrëveshja e Orit, për arsye se njohja e këtyre rrethonave, ju përmend në fillim sa është dakordësia, po është marrëveshje së kështu. Nga momenti që unifikohen vullnetet e 3 shteteve, kjo çështje është e kryer. Tani formaliteti juridik administrativ çfarë ka të marrë, është më rëndësi të jetë dhe kjo. Për arsye se në çdo marrëveshje ka 3 elemente bazë. E para është pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Në këtë rast nuk mund të themi se Kosova është pjesë e NATO. Të janë 3 palë barabarta të cilat duhet të veprojnë si subjektet barabarta, ti kenë të drejta dhe ti ke dhe detyrimet. Unë ju garantoj, ja për shembull shpeshherë pse e themi të dobësi dhe drua që të mos ketë raste të tilla, marrëveshja e Orit kur filloi të realizohet, fatkeqësisht nuk patë përpilues shqiptar, vetëm ishin nënshkrues shqiptarët. Dhe ato në ato momente pala tjetër e bëri që nga shqiptarë humbëm, ne jemi vetëm kom që kemi humbur identitetin me luftë, dhe sot njihemi si përqindje, ose mos flasim për çështjet e tjera. Dhe kur u prish marrëveshja e Orit, që nga momenti në shkrimit, pse? Sepse e thotë pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Ne barazi kishim armë. Në momentin që na morën armët tu prish marrëveshje. Dhe prandaj duhet të them se çdo marrëveshje që bëhet, qoftë në nivelin e brendshëm, qoftë në nivelin ndërkombëtar, ne detyrimisht duhet të fokusohemi dhe në aspektin juridik, çfarë humbim, çfarë përfitojmë, por edhe një element tjetër që nuk u diskutohet tash është fakti se nuk e dimë qëndrimet e Bashkimit Evropian, kur dihet se tani më gjithë bota është e trazuar, sa pash në këtë revistën kroate, pas se edhe administrata e zotit Trump është e informuar dhe kjo është një lajm i mirë, por nuk morëm lajmin tjetër se sa dhe si ka reaguar, shumë pak komentuar se si është ka reaguar Bashkimi Evropian këtë çështje, për arsye se ne duhet jemi të vëmendshëm edhe me Bashkimin Evropian, për arsye se jemi pjesë e Evropës, pretendojmë të jemi pjesë e saj dhe paralelisht duhet të kemi edhe përkujdesje në këtë situatë. Nga ana tjetër, nuk e di a mund të bashkarisht ta hetojmë, unë ndëgjova një lajm sa ishte se dhe Parlamenti turk duhet të kalojë këtë marrëveshje diçka në kuvendin e saj, se çfarë ke ajo, ai është dezinformata për çështje tjetër, por ajo sikur një përshtypje se vetë Turqia ka një marrëveshje para një viti me këto shtete dhe paralajmërohet që edhe ajo mund të ngjajë shumë si kjo marrëveshje mund të bëjë me Maqedoninë, me Shqipërinë dhe me aty ku ka interes në Ballkan. Po forma dhe mënyra se si u plasua në publik kjo di dilema, do të thonë Bashkimi Evropian dhe Turqia. Dhe kjo çështje që paralelisht do të kemi para se të bëhen publike, do të shifen edhe këto pozicione që të jemi të vëmendshëm, për arsye se koha e globalizimit dhe koha aktuale është shumë e pasigurt dhe çdo pasiguri mund të prodhojë edhe pasiguri të tjera. Prandaj kam bindje dhe shpresë se çdo marrëveshje anulon armiqësitë. Marrëveshje të tilla duhet të pranohen. Ne gjithmonë kemi qenë për marrëveshje, neve për marrëveshje ishim edhe në Maqedoni, por 3 deceni këtë marrëveshje duket se janë të kota. Dhe pse duhet bëjmë marrëveshje me dekon kur pjesërisht nuk trajtohen si palë të barabarta. Prandaj duhet të them që të ruhen 3 elemente në këtë marrëveshje, barazia mes palëve, garancat mes palëve, dhe kështu me radhë. Ju shihni sot, ne nuk kemi kujt i drejtohemi që nuk jemi të kënaqur me marrëveshjen e Orit dhe me pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, kujt i drejtohemi. Marrëveshja nuk shkruan faktori ndërkombëtar. Kush është faktori ndërkombëtar? Kujt i drejtohemi unë sot? Po ashtu edhe në Kosovë kemi njëjtin problem me marrëveshjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës, gjithë ato viktima që ndodhen. Kujt i drejtohemi? Ne nuk jemi pjesë e organizatës Kombeve të Bashkuara, mirë po kompenzimin e bën organizata e Kombeve të Bashkuara.
Për këto marrëveshje të dritashën bazuar në aspektin historik, do të jemi shumë vëmendshëm. Ne kemi edhe një marrëveshje mes Jugosllavisë dhe Republikës Shqipërisë për Shën Naumin. Dhe në marrëveshje thotë kur vdes njëra nga palët, atëri takon palës tjetër prodhësi ose marrëveshje. Ne kemi shumë aspekte. Jugoslavia nuk ka më historikisht Jugosllavin flas, po më që është e vdekur ajo takon Shqipërisë. Prandaj janë procese parlamenti shqiptar e ka miratuar edhe është problem. Dakor, ne flasim nëpërmjet kuvendit. Dakor, po ne flasim për çështjet me të cilën në histori kemi humor, jemi të ndarë, asnjë kompenzim nuk kemi bërë, rast kompenzimet bëmi fuqinë me çështjet e tjera. Prandaj duhet të them se çdo marrëveshje paralelisht duhet të ketë kujdesin administrativ, juridik, politik dhe sënimi apo qëllimi që do të jetë. Po gjitha këto i bën të fuqishme kur vullneti i palëve është pozitiv. Dhe unë shpresoj që vullneti i palëve është pozitiv dhe gjithë ne e kemi pranuar si lajm i mirë dhe do të ishte sa shpejt bëhet realitet dhe tu përshkangjiten edhe shtetet e tjera. Faleminderit profesor Qendar për na paku. Mirëvete. Të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radio Malizi, kjo ishte çka kemi përgatitur sot për emisionin Pa Kufi 4 radiot publike në temën marrëveshje e bashkëpunimit ushtarak mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Falenderojmë të ftuarit tan, Bedri Elezin, ekspert i sigurisë, drejtor për siguri në Institutin e Kosovës për studime ndërkombëtare, ishte në studion e Radio Kosovës, Ben Andonin, analist në studion e Radio Tiranës, profesorin Bashkim Selmani në studion e Radio Shkupit dhe gazetarin Ali Salaj në studion e Radios Malizi. Ju falenderoj shumë edhe juve, kolegë të nderuar, Jahu Margjeka në Tiranë, Mehmet Ali Jusufi në Shkup, Senat Gila në Podgoricë. Miru dëgjofshim javën tjetër me një temë tjetër. Mirë dëgjofshim.